festuar vitin e ri 2026, viti 2025 i bush plot sfida, mirësi për një vit më të mirë, me më shumë shëndet, pasuri dhe dashuri për qytetarët. Të rinj të shumë dhe fëmijë të lumtur të shoqëruar nga prindrit e tyre u mblodhen masivisht në sheshin Skënderbej për të festuar së bashku natën e ndërrimit të viteve nën spektaklin e fishek zjarreve. Gëzuar vitin e ri për të gjithë, mbarësi dhe begati në të gjitha familjet. Gëzuar vitin e ri 2026. Për ata që po i mungojnë gjithmonë shoqërisë shqiptare, të rinj presin që viti që sapo ka trokitur në dyert e tyre të sjellë më shumë siguri dhe përmirësim të mirëqenies. Në vitin 2025 jam bërë nën, kështu që besoj lumturinë më të madhe në botë kam marrë. Kështu që tani vetëm shpresoj për më mirë. Ishte viti mirë, i mbar, po jo në top. Edhe shumë i shpejt. Shpresoj që ky vit na sjell shumë mirësi, shumë dashuri për të gjithë dhe pozitivitet. Ndryshe nga herët e tjera, sheshi Skënderbej nuk u përshtohet nga shqiptarët, por edhe nga turistë huaj, nga vendet e rajonit, por edhe nga vendet e treta të botës. Happy New Year's! Buon anno! Viva Verdolara! Happy New Year! Happy New Year from Malta! From Malta, yes! Edhe pse pjesa më e madhe përjetoi emocione të veçanta nga spektakli fishek zjarreve, pati dhe raste me lëndime të lehta. Në spitalin e traumës raportohen 17 qytetarë që kanë marrë ndihmë mjekësore të dëmtuar nga lëndët plazëse gjatë ndërrimit të vitit. Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda vlerësoi menaxhimin e situatës nga forcat e rendit. Ju falenderojmë për përkushtimin tuaj, për gjësinë e lartë dhe për atë që ju i jepni ditë pas dite organizatës tonë. Fakti që ju sot mungoni në tryezat familjare tregon shumë për atë që ne bëjmë ditë pas dite. Festimet vijuan deri në orët e para të mëngjesit, ku përmes koncertit organizuar nga Bashkia e Tiranës, sheshi u mbush sërish me të rinj në ritmet e muzikës.